Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar shikues të televizionit Koha, jemi këtu me programin tonë të veçantë, të titulluar Mesazhe Ramazani 2025, program i cili organizohet nga Myftinia e Tetovës. Sot në emisionin tonë kemi teologën e nderuar Halime Shasivari Ibrahimi, profesoresh në medresen e vajzave Tetov, Medreseja Isabeo, me të cilën do të flasim për historikun e Kuranit. E nderuar, mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjeta. Çfarë mund të na thoni rreth historikut të shpalljes së Kuranit? Bismillahirrahmanirrahim. Ne gjendemi në ditët e Ramazani, muajit të bekuar të Ramazanit, muaji i agjerimit, siç është i njohur, muaji i Kuranit. Dhe ky muaj, si gjithmonë, na sjell shumë begati dhe e shfrytëzoj këtë moment besimtarët të i përshëndes anë mban botës kudo që ndodhen, me lutje Allahut fuqiplot që këto ditë që i kalojmë në ibadet, Allahu të na i mundsoj, të na i pranoj dhe të jenë të begatshme për ne, edhe si individ, edhe si shoqëri, edhe si ummet në përgjithësi. Historia e zbritjes së Kuranit, me qenë se muaji i Ramazanit edhe gjithë vlerat që i ka marrë, i ka për hir të Kuranit, vetë Allahu dhul Xhelal në asherën, në pjesët ku flet për Ramazanin, na tregon edhe për vlerën e këtij muaji, do thot inna anzalnahu fi lejletil qadr, ne e filluam zbritjen e Kuranit në natën e Kadrit. Andaj edhe ne duke i ditë se nata e Kadrit 27 nata e Ramazanit ka fillu zbritja e Kuranit, është mirë ne, nuk do kemi mundësi ne të ndalemi shumë gjatë, po shkurtimisht të përmendim ca momente për ta afruar historikun tek besimtarët të zbritjes të shpalljes së Kuranit. Ne e dim të gjithë se shpallja e parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i erdhi në shpellën Hira, në kodrën Xhebeli Nur. Është një kodër që ndodhet diku 8 kilometra prej Qabes së ndershme, prej Haremi Sherifit, ku pejgamberi alayhis salam e kishte traditë edhe para se t'i vijë shpallja që të shkonte në këtë kodër në Xhebeli Nur tek shpella Hira, të veçohej, të largohej nga njerëzit dhe aty të mendonte. Kështu që kur pejgamberi alayhis salam i bëri 40 vjet dhe ishte momenti i parë pra i natës së Kadrit, prej kur erdhi shpallja në shpellën Hira, dhe janë të njohura për ne ajetet e para të surës Ikra, pra 5 ajetet e para të surës Ikra. Ikra bismi rabbike ledhi khalaq. Lexo në emrin e Zotit tënd, i cili të krijoi. Muhamedi alayhis salam në këtë kohë nuk ka ditë shkrim lexim. Dhe ai edhe kështu me atë sinqeritetin e vet i përgjigjet melekut se unë nuk di të lexoj. Dhe meleku për t'ia treguar seriozitetin e kësaj fjale që është duke ia thënë lexo në emrin e Zotit tënd që të krijoi, e përsëri. Dhe përsëri pejgamberi alayhis salam u përgjigj se unë nuk di të lexoj. Pastaj kjo u përsërit 3 herë dhe pastaj vazhdoi shpallja 5 ajetet e para. Pejgamberi alayhis salam kuptohet në këto momente filloi të dridhej, kishte emocione, nuk e kuptonte se çfarë po ndodh dhe prej këtu doli prej shpellës dhe shkoi me një herë në shtëpi tek bashortja e vet Hatixha radhiyallahu anha. Edhe vetëm i tha më mbulo, se ndjente se ka ethe në trup, ka dridhje dhe kishte nevojë për t'u qetësuar. Allahu dhul Xhelal e la disa në një kohë shumë shkurt në këtë gjendje, mirë po është interesant se pas shpalljes së parë kaloi një kohë më e gjatë, edhe pse dietarët nuk janë në ujdi për kohëzgjatjen e kësaj kohe sa ka qëndruar, po mendimi më i shumicës është se ka qenë kjo periudhë 40 ditore ku më pejgamberit nuk i erdhi shpallja, po pastaj kur filloi përsëri i erdhi shpallja, Allahu dhul Xhelal i tha ja ejuhel muddathir kum fe enzir
o rabbeke fekebbir, o ti imbuluar. Pra e kapi veprimin që e bëri pejgamberi pasi u kthy me njëherë prej shpellës që u mbulu, dhe zakonisht njerëzit kur nuk ndjehen mirë, kur janë të mërzitur nga diçka, kur kanë brenga, derte, mërzia, kanë dëshirë të strehohen në qetësi. Dhe kuptohet, shtëpit janë vendi, ambienti më i mirë për qetësim, po sikur Allahu donte t'ja bëj me dije pejgamberit se nuk kemi kohë të rrim qetë, ja u juhel muddathir, o ti imbuluar, zgjohu dhe fillo të thirish, të madhrosh Zotin tënd, edhe kështu pra Allahu e angazhon, sikur e pregadit njeriun se kjo shpallje don punë, nuk kemi kohë të rrim të qetë. Dhe një moment që është shumë interesant këtu ta kapim se Hatixha radiallahu anha ishte ajo që e qetësoi pejgamberin alayhis salam, i tha ty Zoti jot nuk të dëmton, ti je i mirë, ti sillesh mirë, ti kujdesesh për të afërmit, pra ishte qetësim edhe për karahje e plot si bashkëshorte, po edhe e para që e pranoi fenë islame. Dhe nuk ishte vetëm një ditë që i dha këtë prokrahje pejgamberit alayhis salam, po ajo vazhdoi deri momentin e fundit, derisa ishte gjallë, të jetë mbështetja, prokrahja dhe ndihma më e madhe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurani, siç e dim, edhe pse na thot edhe vetë Allahu në surën Qadr, inna anzalnahu fi lejletil qadr, ne e kemi shpall në natën e Kadrit, sipas Ibn Abbasit, që është njëri nga sahabët, nga komentatorët më të njohur të Kuranit Kerimit, ai thot se Kurani ka zbrit i tëri në Lauhi Mahfuz, që është pra në qiellin më të afërt të dynjas, dhe pastaj prej Lauhi Mahfuzit pjesë i ka zbrit Muhamedit alayhis salam, dhe ne siç e dim se kjo kohë ka zgjat 23 vjet. Pra 23 vite. Tash Kurani si libër që ne e kemi sot në dorët tona, këto 23 vite janë të ndara në dy periudha Mekkase, ku pejgamberi alayhis salam ka qenë në Mekë dhe ka qenë gjithsej 13 vjet, dhe periudha Medinase, ku pejgamberi alayhis salam ka qëndru 10 vjet. Po edhe suret e shpallura që janë në Kur'an ndahen me këtë emërtim. Suret e cilat emërtohen se janë Mekije, pra që kanë zbrit në Mekë, dhe sure Medenije, suret e cilat kanë zbrit në Medine. Suret Mekkase janë në numër më të shumtë, dhe është një e dhënë që kisha dëshirë sot ta prezantoj. I kemi shembull 90 sure kuranore që janë Mekkase dhe 24 sure Medinase. Edhe pse koha 13 vite me 10 vite në Medine, pra afërsisht nuk ka shumë dallim i madh, po numri i sureve të shpallura në Mekë është shumë i madh. Është interesant se Kurani si libër që Allahu dhul Xhelal ja ka zbrit pra njerëzimit për qenë udhërrëfyes dhe për qenë kushtetut, për qenë ligj, për qenë mënyrë jeteses, për t'i rregulluar raportet, për qenë gjithçka në jetën e njeriut, dhe ky Kur'an nuk ka zbrit i gatshëm, nuk ka diçka e momentit, nuk është një akt me njëherë që ju dha njeriut në dorë, edhe ja, urdhro, vazhdo tash ta praktikosh, po është një Kur'an i gjallë për 23 vite bashkë me pejgamberin alayhis salam, me muslimanët e parë, me sahabët, të cilët kohë pas kohe, sipas ngjarjeve, sipas çështjeve që paraqiteshin, ka edhe shkaqe të cilat kanë zbrit, dhe mund të themi se është shumë interesant se Kur'ani si libër jetohet me pejgamberin, pra pejgamberi e jeton bashkë me sahabët dhe muslimanët e parë, andaj edhe sahabët, muslimanët e parë, pra si muhaxhirët, po ashtu edhe ensarët, i kanë edhe meritat e mëdha edhe të shumta, se ato janë të parët që sakrifikuan shumë nga jeta e tyre për ta kumtu Kur'anin, për ta jetu Kur'anin, për ta mësu Kur'anin. Tash, ne i kthehemi fjalës së parë në shpellë, ikre.
lexo. Dhe sot, përkundër asaj që ne jetojmë në një kohë të teknologjisë shumë të zhvilluar, më duket se ne merremi me gjithçka më shumë se me lexim. Dhe kjo është ajo freskia të cilën Ramazani e sjell për çdo vit, dhe sikundër Allahu nuk na lën që ne të humbemi, të largohemi dhe përsëri na thot, ja erdhi nata e Kadrit, erdhi Ramazani, erdhi momenti i zbritjes Kurani, dhe Kurani secilin Ramazan që na vije dhe ne, elhamdulillah që na mundson Allahu ta jetojmë këtë Ramazan, na vije sikurse na shpallet neve tash. Se ai Gjibril a.s. meleku i asolli pejgamberi e jetoi me sahabët dhe e kryti misionin, po ne e kemi Kuranin edhe sunetin e pejgamberit, dhe secili Ramazan që vije, neve si brez, si gjenerat që i jetojmë këto koha, sikur me u shpall për neve, sikur me na u drejtu neve. Kështu që duhet këtë histori ta kemi ne, ta përjetojmë natën e Kadrit, ta përjetojmë muajin e Ramazanit, ti përkushtohemi dhe gjithë vlerën, koncentrimin më të madh t'i kthehemi, ta kapim vetëm atë që Allahu na porositi, ikre, lexo, me lexim, me mësim, me meditim, po koncentrimi gjithmonë është këtu më i madh tek Ramazani. Është interesant se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në jetën e vet prej Gjibril a.s. e mori gojarisht, e mësoi Kuranin me një herë pra përmendsh, edhe e përcjelli te sahabët gojarisht. Në fillim nuk ka pas shkrime, ko pas kohë, pastaj me shpalljen e sureve kanë filluar janë shkruajt pjesë të Kuranit, po jo i tër Kurani, dhe kështu i kemi Zeid ibn Thabit edhe sahabë tjerë të cilët kanë shkruajt pjesë suren nga Kurani i Kerimi gjatë kohës së pejgamberit a.s. dhe këto shkrime njihen si dokumente të para, këto kanë qenë të shkruara në pllaka të gurit, në gjethe të hurmës, në lëkura e kështu me radhë. Pra, po jo komplet Kurani. Dhe pastaj, pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç e dim, vije halifi i parë i besimtarëve Ebu Bekri, dhe në këtë kohë, gjatë sundimit të Ebu Bekrit, ndodh një betejë, që ka qenë beteja e Jemames, dhe këtu vdes një numër i madh i sahabëve që ishin hafizul Kur'an, që e dinin tër Kur'anin përmendsh, dhe kjo filloi t'i mërzis muslimanët se mos vallë do të ndodhë që do të ketë shumë pak njerëz të cilët pra e din Kur'anin, dhe filloi Ebu Bekri bashkë me Omerin radiallahu anhu u këshilluan dhe vendosën të fillojnë të bojnë Kuranin, kështu që ashtu siç është e njohur Xhamatul Kur'an apo kodifikimi i parë i Kuranit, tubimi është bërë në kohën e Ebu Bekrit, edhe është bërë një kopje e parë. Pas vdekjes së Ebu Bekrit, këtë Kuran të shkruar në letër, pra të tubuar në një vend që ne sot e quajmë mushaf, pra e mbajti Omeri radiallahu anhu, dhe pastaj pas Omerit në kohën e Osmanit radiallahu anhu u paraqit nevoja që dialekti, vokalizimi, hareket e Kuranit të vendohen, se u paraqitën edhe shumë njerëz që e pranonin fenë islame nga Iraku, nga Persia, të cilat nuk e dinin gramatikën e gjuhës arabe, kështu që për qenë Kurani sot ne si e kem, ky tubim me vokalizim, me shenjat e piksimit, pra i kompletuar si sot është bërë në kohën e Osmanit, u shkrujtën me dorë disa kopje, dhe ja sot e kemi Kuranin ne kështu si e kemi. Allahu dhul Xhelal në surën Hijr thot, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lehu lehafidhun. Ne e kemi zbrit Kur'anin edhe ne e mbrojmë atë. Ja, inna lehu lehafidhun, ne si që dim kemi elhamdulillah 3 vatrona në përgjithësi, po muftinia e Tetovës në veçanti për çdo ditë jemi dëshmitar të duave të hifzit, të talebeve, studentëve, medresantëve, nxënësve të ri, të cilët e marrin këtë hap, e mësojnë Kuranin përmendsh, dhe kjo na gëzon shumë edhe si profesor, po edhe si besimtar, edhe si hoxhallar, si muftini, të gjithë jemi krenar që jemi në ndjekje të sunetit të pastër, ashtu siç vepronin sahabët në kohën e pejgamberit bashkë me
Muhammedin a.s. E nderuar profesoresh, a mund të na thoni se cila është lidhshmëria e muajit të Ramazanit me Kur'anin famëlar? Allahu dhul Gjelal në Kur'an thot shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinat. Muaji i Ramazanit është muaj në të cilin filloi shpallja e Kur'anit dhe e kemi këtu vetë përgjigjen huden linnas, i cili pra Kur'ani për njerëzit është udhërrëfyes, u e bejinat, është udhëzues, udhërrëfyes për njerëzimin, po është edhe dallues, sqarues, mes asaj që është pra e vërtet, mes hakut dhe asaj që nuk është e drejt. Andaj, ne gjithçka e kemi këtu duke e ndërlidh me fjalën e parë, si që thash, ikre, lexo, mëso, studio, angazhohu, pra për kushtimin në muajin e Ramazanit, pas agjerimit, që është ibadeti bazë në këtë muaj të agjerojmë, është rëndësia dhe vlera dhe pesha që e ka leximi i Kur'anit Kerimit. E thash ne, shpalljen e parë farzin e kemi ikre, sa i kushtohemi, sa përqëndrohemi në lexim, e kemi dëshmu ndër vite se tek ne shumë xhami organizojnë mukabele edhe shoqërore pra me xhamat grupore, po edhe në aspekt individual kemi lexim të shumë dhe spaku secili besimtar sado që të jetë i zën ja bën obligim vetes që një hatme ta bëj në Ramazan. Përveç asaj vlerës të shkronjave të leximit, sevapeve që i kemi, që Allahu na i premton, pra në këtë muaj, Kur'ani le gjurmë të mëdha në shpirtin e besimtarit. Andaj duhet besimtari në muajin e Ramazanit sa më shumë t'i përkushtohet leximit të Kur'anit, por ajo që unë do ta kisha veçu në këtë muaj, çka është ajo e veçanta që do të ishte dash ta bëjmë, që Kur'anin ta lexojmë më ngadalë, më me vëmendje dhe me një sy vështrim të përpikt për ta jetu Kur'anin. Nuk e di, a mund të them se ta bëjmë një jetë, e lexoj Kur'anin o Zot, ta lexoj, ta kuptoj për ta jetu. Dhe jetesa me Kur'an është ajo që duhet edhe ne duhet ta vendojmë në shtëpitë tona, në jetën tonë, në praktikat tona. Duke fillu këtu nuk ka dallim mes brezave, nuk ka nevojë të themi është i vogël, është të gjitha moshat është i nevojshëm rutine përditshme të jetë, menaxhimi pra organizimi i ditës së besimtarit me lexim të Kuranit dhe kjo e bën pikrisht atë që i duhet sot një besimtari bashkohor, të bëj balansimin mes fizikës, sfidave të jetës dhe shpirtërores. Pra, këtu nuk matet ky leximi i Kuranit, pra nuk matet këtu sasia. Nuk duhet të shkojmë me numër sa xhuza kom lexuar sot. Po atë që e lexojmë nga Kurani të ndalemi, ta konsultojmë edhe përkthimin, ta shohim ndonjë komentim, të marrim ndonjë sqarim dhe lidhshmërinë me jetën tonë. Dhe më e mira e mirës do të ishte secili njeri prej Kuranit t'i nxjerrë përgjigjet e sfidave të jetës së vet që ai ka. Dhe pikrisht kjo është ajo që Kurani është i gjallë, edhe Kurani është aktual gjithmonë, dhe pikrisht kjo larmi e Kuranit e bën besimtarin se asnjëherë besimtari të lexu Kuran nuk ndjen monotoni ose mërzi. Shembull, nuk ka ndonjë libër tjetër në botë, qoftë jesë roman, qoftë jesë diçka tjetër, që ti mund ta lexosh një herë, 2, 3, mos foli për mbi 10 herë, se mo e din se secila shkruan, çka ka, si ka. Është diçka mucize, prandaj ne jemi duke ju referu fjalës Allahut që është mucize. Kurani është mucize që sado që ta lexosh, emocioni, ndjenja për të lexuar Kuranin të shtohet edhe më shumë. Malli për të shoqëruar me Kuranin të shtohet edhe më shumë dhe asnjëherë nuk ndjen monotoni. Shtrojmë pyetjen pse.
Kurani është aq gjithëpërfshirës, i drejtohet gjithë njerëzimit, i drejtohet gjithë kulturave, i referohet të gjithë kombeve, të gjithë popujve, gjithë kohrave, është gjithmonë aktual dhe përfshin çdo gjë që e tangon jetën e njeriut, ka përgjigje një të. Prandaj edhe thash secili besimtar, nëse një person ka problem me sabrin, ai duhet thosë kështu ta bëje një jetë, o Zot, du këtë Ramazan ta lexoj Kuranin dhe Kurani të jetë ilaç për shërimin e asaj që unë kom nevojë, kom mungesë të sabrit. Dikush është i sprovuar me smundje, dhe duke i lexuar Kuranin do të hasi shumë ajete të cilat na i bin edhe si shembull smundjen e Ejubit alayhis salam, sabrin e tij, durimin e tij, qëndrimin e tij, dhe kjo edhe neve na fuqizon dhe na motivon. Edhe vazhdojmë me tema tjera, pra jeta familjare, kush ka nevojë për këtë, gjithkush e gjen veten pra në fjalët e Allahut. Prandaj edhe kjo qasje personale me ky është ai Kur'an për cilin Allahu thot lexoni në ahiret dhe ngrituni, dhe shkalla në pozita në xhenet e banorëve të xhenetit do të jetë sipas kohës edhe përkushtimit besimtari që ia ka kushtu pra leximit të Kuranit, angazhimit me fjalët e Allahut, kuptimit të fjalëve të Allahut, dhe dëshira ime është që këtë Ramazan Kurani të jetë për ne kështu pra motiv për ta rregullu jetën tonë, për ta përmirësu jetën tonë, për ta zbukuru jetën tonë, për t'i dhënë motiv, qëllim, begati, mirësi dhe t'i përfshim të gjitha ato begati të cilat na sjell ky muaj, dhe do të kisha përmbyll me mesazhin që na japin edhe tekstet fetare se agjerimi i Ramazanit edhe leximi i Kuranit janë dy shefaatxhi, dy ndërmjetësues që do të na përcjellin neve në dynja po edhe në rrugën që e vazhdojmë pas jetës në dynja, siç janë momente për besimtarin që i kemi derte dhe gajle, momenti i dhënjes së shpirtit, udhtimi te Allahu, jeta në varr, jeta në berzeh, dalja para Zotit, përgjigjja. Gjitha këto momente Kurani thot unë do t'jem me ty, do të bëj dritë, do të ndërmjetësoj, Allahu nasip të na bëj inshallah. Amin inshallah. Profesore e nderuar, cila do ishte mesazhi për fund që u drejtojmë besimtarëve në këtë muaj të Kuranit? Unë tek mesazhi do t'isha ndalë te vetë fjala e Kuranit ikre. Pra vetë farzi gjithmonë duhet, sado që ne jemi të zhytur, unë jam shumë falënderues Allahu dhul xhelal që Allah ma ka mundësu gjatë kohët të jemi në përshkollime, në përstudime, në përmësime të teksteve të Kuranit, të gjuhës arabe, të literaturës islame, po përsëri asnjëherë nuk mund të themi se i kemi përfundu. Dijet e Kuranit, Kurani mugjizë është deti i thellë, leximi pra zhytja në këshillat kuranore është shumë e nevojshme, andaj do të kisha thënë se mesazhi t'i kthehemi fjalës Kuranit ikre, prap të vazhdojmë me ikre. Po, si mesazhe të formës së këshillës, do të kisha thënë, do ta kisha marrë ajetin kuranor wa'tasimu bihablillahi jamian wa la tafarraqu. Sot besimtari i sotit që ka sfida të shumta në harximin e kohës, në orientimin e vet, kemi globalizmi ka sjell ato sendet e veta se ke shumë shoqata, organizata, shumë vende na harxojnë kohën tonë. Këtu duhet besimtari të ketë kujdes se një jetë kemi. Pra nuk kemi shumë zgjidhje dhe jeta është shumë e shkurt, që të jemi të kapur të gjithë, nuk do them të jemi të kapur për një hoxh, për një imam, për një xhami, për një libër, për një dietar, po të jemi të kapur për Kuranin, për fjalën e Allahut, dhe aty do ta gjejmë pra atë thesarin, mugjizën
të cilën Allahu Dhul Gjelal ja zgjeron gjoksin secilit përballë kundrejt para fjalës së Allahut fuqiplot. Kështu që duhet të kemi kujdes se mund të merremi me gjithçka në dynja, në botë, në jetë, po ajo kur do t'jemi rahat në të dy botrat është kur e dim se jemi kapur fort, fuqishëm për fjalën e Allahut Dhul Gjelal, edhe mësimet e Kuranit të jenë mënyrë e jetesës tonë, të jenë moto. Kjo e lusë Allahun të jetë pra dhe të na mundsohet në përditshmëritë tona, si të edukimi i fëmijëve, si të menaxhimi i kohës, si të mësimi, si të leximi, si të çdo gjë, bamirësia, punët e mira, pra në çdo gjë ta kemi motiv këshillën kuranore dhe kjo mendoj se do të jetë suksesi më i madh në gjitha fushat edhe sferat, si në aspektin individual, personal, shoqëror, po edhe si ummet. Profesore shënderuar, ju faleminderit për këshillat dhe shpjegimet e vlefshme, si dhe juve shikues të nderuar për kohën dhe vëmendjen tuaj. Lutim Allahun xhaleshanuhu të na e pranojë agjërimin, duat dhe ibadetet tona. Deri në takimin ton të radhës,